Mesazhi i gabuar që ndryshoi gjithçka. Ishte një mëngjes i qetë në shtëpinë e Lirës dhe Markut. Pas 15 vitesh martesë, ata kishin ndërtuar një jetë të qetë, plot fëmijë të rritur dhe rutinë të ngrohtë familjare. Por ajo që duket e përhershme shpesh mund të thyhet nga një gabim i vogël. Një detaj i pavëmendshëm që askush nuk e parashikon. Lira po përgatitej për punë, duke shikuar telefonin e saj për njoftime të zakonshme. Mesazhe nga shoqet, nga kolegët, dhe për hera i Markut që vinte për të uruar ditët e veçanta. Por sot, një mesazh i papritur u shfaq në ekranin e saj. Një mesazh i dërguar nga numri i gabuar, por me përmbajtje që shkaktoi tronditje të menjëhershme. Kam menduar për ty gjithë natën, nuk mund ta harroj atë moment, shkruante mesazhi. Lira ngriti vetullat, duke u përpjekur të kuptonte se kush mund ta kishte dërguar. Numri nuk i duke i njohur, por diçka në përmbajtje e shqetësoi. Instinkti i saj i brendshëm, ndoshta intuita që vinte nga 15 vjet përvojë bashkëshortore, i tha se ky mesazh nuk ishte thjesht një gabim. Një ndjenjë frike dhe pasigurie filloi të përhapej në shpirtin e saj. Pa humbur kohë, Lira i dërgoi një përgjigje të kujdesshme. Gabim, mendoj se ke shkruar te personi i gabuar. Por përgjigja nuk erdhi. Në vend të qetësimit, ajo ndjeu një shqetësim të thellë. Pika më e rëndë nuk ishte mesazhi i vet, por pasiguria që po ndërtonte ura dyshimi në mendjen e saj. Kur Marku hyri në dhomë, Lira po qëndronte ngrirë para telefonit, duke përpjekur të fshehë emocionet që fillonin të shpërthenin. Çfarë ka ndodhur? Pyeti ai, duke parë tensionin në fytyrën e saj. Lira i tregoi për mesazhin, duke u përpjekur të mos duket e friksuar. Por fjalët i shpërndan tensionin që po grumbullohej prej muajsh, edhe pse ata nuk e kuptuan atë në atë moment. Marku fillimisht u përpoq ta qetësonte. Sigurisht që është një gabim, nuk ka kuptim të shqetësohemi për një mesazh të tillë. Por diçka në mënyrën se si Lira e lexoi mesazhin dhe në sytë e saj të shqetësuar, ndezi një shkëndij dyshimi. Ai filloi të mendonte për momentet kur kishte qenë larg punës, për telefonat e fshehtë dhe mesazhet e padukshme që mund të mos i kishte parë. Në pak orë, ajo çka filloi si një mesazh i thjesht doli jashtë kontrollit. Dyshimet, pasiguria dhe mosbesimi filluan të ndanin zemrat e tyre të bashkuara prej 15 vjetësh. Çdo fjalë e thënë atë mëngjes mbante peshën e një lufte që nuk ishte planifikuar. Dhe ajo që dukej si një gabim i vogël, u shndërrua në shkak të krizës së parë të madhe në martesën e tyre. Dyshimi që rrënjosi zemrat. Pas asaj mëngjesi, gjërat nuk ishin më si më parë. Lira dhe Marku u përpoqën të vazhdonin rutinën e zakonshme. Por çdo fjalë, çdo mesazh dhe çdo telefonat ngjallte dyshime të reja. Mesazhi i gabuar ishte si një gur i hedhur në ujë. Valët e tij të vogla filluan të përhapeshin, duke prekur çdo cep të marrëdhënies së tyre. Lira filloi të kontrollonte telefonin e Markut me kujdes, për të parë nëse kishte diçka që ai nuk po i tregonte. Çdo shenjë e vogël, çdo buzëqeshje e çuditshme apo përgjigje ngadalë bëhej arsye për shqetësim. Nga ana tjetër, Marku ndjeu se po humbiste besimin e Lirës dhe filloi të tërhiqej emocionalisht, duke u ndjerë i pakuptuar dhe i akuzuar për diçka që nuk kishte ndodhur. Në këtë atmosferë, të fshehtat e mbajtura prej vitesh filluan të dalin në sipërfaqe. Lira kujtoi herët e shkuara kur Marku ishte larg punës për udhëtime të shkurtra, kur mesazhet e tij kishin mbetur pa u shpjeguar. Ajo ndjeu një kontradikt mes kujtimeve të bukura të martesës së tyre dhe shqetësimit që po e shoqëronte tani. Në një mbrëmje të ftohtë, pasi fëmijët shkuan në dhomat e tyre, Lira ul në sallon, duke mbajtur në dorë telefonin. Zemra i rrihte fort. Ajo filloi të lexonte mesazhet e fundit të Markut me kujdes të jashtëzakonshëm. Atë çast, një mesazh i vjetër që kishte kaluar pa u vënë re u shfaq përsëri. Një shprehje dashurisë dërguar dikur dikujt që nuk ishte ajo, por që Marku e kishte harruar me kohë. Kur Marku hyri në dhomë, ajo e pyeti direkt: "Përse po më ndihmon ky mesazh të dyshoj?" Ai e shikoi me fytyrë të çrregulluar, i tronditur nga intensiteti i papritur i pyetjes. Lira nuk ka asgjë. Ishte dikur, shumë kohë më parë, nuk ka kuptim t'i japim rëndësi tani. Por fjalët e tij nuk e qetësuan. Ato vetëm e bën Lirën të ndjejë se diçka ishte mbajtur e fshehur. Diçka që nuk ishte thënë kur gjatë 15 viteve të martesës. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension të heshtur. Çdo bashkëbisedim përshkruhej nga një ndjenjë pasigurie. Ajo ndjeu se po humbiste lidhje me burrin e saj, ndërsa Marku filloi të ndjehej i pashpresë, i pafuqishëm për të rikthyer besimin që po rrëshiste ndërmjet tyre.
Mesazhi i gabuar, edhe pse i vogël në përmbajtje, kishte hapur një derë që askush nuk e kishte menduar të hapur. Një derë ku dyshimi, pasiguria dhe të fshehtat e mbajtura prej vitesh filluan të rrënjosin marrëdhënien e tyre. Ajo që nisi si një incident i papritur po bëhej themeli i një krize të madhe. Kur heshtja bëhet më e rrezikshme se zënkat. Ditët që pasuan zbuluan një të vërtet të dhimbshme. Martesa e Lirës dhe Markut nuk po shkatërohej nga zënkat, por nga heshtja. Ata flisnin gjithnjë më pak, dhe kur flisnin fjalët ishin të ftohta, të kursyera, pa ngrohtësinë që i kishte shoqëruar për 15 vite. Në mëngjes, Lira përgatiste kafen si gjithmonë, por nuk e pyeste më Markun si kishte fjetur. Ai e merrte filxhanin, e falënderonte shkurt dhe largohej pa e parë në sy. Në mbrëmje, televizori ndigjej vetëm për të mbushur boshllëkun. Fëmijët, edhe pse të rritur, e ndjenin ndryshimin. Shtëpia dukej më e madhe, më e ftohtë, më e zbrazët. Lira jetonte me një zhurmë të vazhdueshme në mendje. Mesazhi i gabuar nuk ishte më thjesht një tekst në ekran. Ishte bërë një zë i brendshëm që i përshpëriste çdo ditë. Po sikur të mos ketë qenë gabim, po sikur të jetë vetëm maja e icebergut. Ajo filloi të rikujtonte vitet e kaluara me një sy tjetër. Momente që dikur i kishte quajtur normale, tani merrnin ngjyra dyshimi. Ato mbrëmje kur Marku vonohej nga puna. Ato fundjavë të lodhshme kur ai preferonte të rinte vetëm. Ato herë kur telefoni i tij ishte gjithmonë në heshtje. Nga ana tjetër, Marku ndjehej i mbytur. Në mendjen e tij, gjithçka ishte kthyer në një gjyq të padrejtë. Ai ndjente se po dënohej për diçka që nuk e kishte bërë, ose të paktën jo në mënyrën që Lira po e imagjinonte. Po, kishte pasur gabime në të kaluarën, ndjenja të paqarta, mesazhe të pamenduara mirë, ego mashkullore. Por asgjë që ai ta konsideronte tradhti reale. Por problemi ishte se ai nuk kishte folur kurrë për to. Një mbrëmje, pas një darke të heshtur, Lira nuk duroi më. Zëri i saj dridhej, por ishte i vendosur. Mark, unë nuk mund të vazhdoj kështu. Ai ngriti syt ngadalë. Si kështu? Të jetojmë si të huaj. Të bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë, ndërkohë që unë po mbytem nga dyshimi. Marku u mbështet në karrige, duke fërkuar ballin. E çfarë do që unë të bëj? Ta mohoj diçka që nuk ekziston. Dua të më thuash të vërtetën. Gjithçka. Edhe nëse më dhem. Kjo fjali ra rënd në ajër. Sepse Marku e dinte që gjithçka nuk ishte e pastër. Kishte të vërteta që ai kishte varrosur thellë. Jo sepse donte të mashtronte, por sepse kishte menduar se koha i kishte shëruar. Nuk ka një tjetër grua, tha më në fund. Nuk ka lidhje, nuk ka histori paralele. Po mesazhet, këmbënguli Lira. Po ato fjalë. Ka menduar për ty gjithë natën, ai shkruan dikush rastësisht. Marku heshti. Dhe kjo heshtje ishte përgjigja më e keqe që Lira mund të merrte. Lotët i rrëshitën pa zhurmë. Pra ka diçka. Ishte vite më parë, foli më në fund ai. Një flirt. Asgjë më shumë. Një budallallëk. Nuk zgjati. Nuk doja të lëndoja. Por më lëndove tani, u përgjigja ajo me zë të ulët. Sepse ma more të drejtën të dija. Këtu qëndronte plaga e vërtet. Jo flirtimi, jo mesazhi i gabuar. Por fakti që besimi ishte ndërtuar mbi mungesë transparence. Ditët pas këtij rrëfimi ishin edhe më të vështira. Marku përpiqej të ishte më i pranishëm, më i kujdesshëm, por çdo përpjekje e tij duke e vonuar. Lira ishte bërë më e heshtur, më e largët. Ajo flinte keq, hante pak, dhe mendimet i rrotulloheshin pa pushim. Ajo filloi të pyes veten për herë të parë diçka që nuk e kishte guxuar kurrë. A jam ende dashuruar, apo jam thjesht e lidhur nga zakoni? Një pasdite, ajo takoi shoqen e saj të vjetër, Elenën. Ishte hera e parë që Lira fliste hapur për gjithçka. Ndërsa tregonte historinë, e kuptoi se sa e lodhur ishte. Ndonjëherë, i tha Elena me butësi, një gabim i vogël thjesht nxjerr në dritë çarje që kanë qenë gjithmonë aty. Kjo fjali i mbeti në mendje gjithë natën. Në shtëpi Marku po e priste. Ai kishte përgatitur darkën, një gjest i rrallë, por Lira nuk u emocionua. Ajo e pa dhe kuptoi se po ndodhte diçka më e madhe se një krizë momentale. Mark, tha ajo ngadalë, unë nuk e di nëse mund ta rikthejmë atë që kemi humbur. Ai u ngrit menjëherë. Mos thuaj kështu. Kemi kaluar shumë bashk. Po, u përgjigj ajo, por ndoshta kemi kaluar shumë duke mos folur. Këto fjalë shënuan një pikë kthese. Jo një ndarje, jo një pajtim, por një moment të frikshëm ku të dy e kuptuan se martesa e tyre ishte në një udhëkryq.
Dhe çdo hap i ardhshëm do të ishte vendimtar. Mesazhi i gabuar kishte bërë atë që vitet nuk kishin arritur. Kishte thyer iluzionin e sigurisë absolute. Tani, ata duhej të vendosnin nëse do të rindërtonin mbi rënoja apo do të pranonin se disa histori, sa do të gjata, nuk janë të destinuara të zgjasin përgjithmonë. Distanca që tregon të vërtetën. Pas bisedës së asaj mbrëmjeje, asgjë nuk u vendos menjëherë. Nuk pati britma, as përplasje dyesh. Vetëm një heshtje gjatë, e rëndë, që qëndroi pezull mbi shtëpinë e tyre si një re e errët. Ishte hera e parë në 15 vjet që as Lira, as Marku nuk dinin çfarë të thoshin më pas. Të nesërmen në mëngjes, Marku u zgjua herët. Lira ishte ende zgjuar, me sytë e skuqur nga pagjumësia. Ata u panë për disa sekonda, pastaj ai foli me zë të ulët. Mendoj se na duhet pak distancë. Kjo fjalë i ra Lirës si një goditje e butë, por e ftohtë. Jo sepse nuk e kishte menduar vetë, por sepse ta dëgjonte nga goja e tij e bënte reale. Sa distancë? Pyeti ajo. Pa kohë për të menduar, pa zënka, pa akuza. Lira nuk kundërshtoi. Brenda saj, diçka kishte pushuar së luftuari. Ajo ndjeu një lodhje të thellë, si të kishte mbajtur për vite një barë që tani po e lëshonte në tokë. Marku u zhvendos përkohësisht te vëllai i tij. Në shtëpi mbeti një qetësi e frikshme. Lira e kuptoi sa shumë zhurmë kishte bërë prania e tij, edhe në ditët e heshtura. Çdo dhomë i duke e mbushur me kujtime. Një fotografi në korridor, filxhani i preferuar i kafes, palltoja që ende varrej pas derës. Ditët e para pa Markun ishin konfuzuese. Lira herë ndjehej e lehtësuar, herë bosh. Nuk kishte më këtë dyshonte, por as këtë përqafonte. Në mbrëmje ulej vetëm në divan dhe mendonte për veten e saj. Jo më si grua, jo si bashkëshorte, por si njeri. Ajo filloi të shkruante. Jo letra për Markun, por shënime për veten. Kujtime nga vajza që kishte qenë para martesës. Ëndrat që kishte lënë pezull. Frikërat që kishte heshtur për hir të paqes. Ndërkohë Marku po përjetonte një realitet tjetër. Larg shtëpisë, larg rutinës, ai për herë të parë u përball me pasojat e heshtjes së tij. Nuk kishte më Lirën që e mbante gjithçka në ekuilibër. Askush që ta pyes si shkoi dita, askush që t'i rregulloi gabimet pa zë. Një natë, vetëm në dhomën e vëllait, ai hapi telefonin dhe pa mesazhin që kishte ndezur gjithë këtë stuhi. Për herë të parë, nuk u përpoq ta minimizonte. E lexoi ngadalë dhe kuptoi sa shumë kuptime të fshehta kishte pasur pas atij gabimi. Ai e pranoi më në fund me vete. Gabimi nuk ishte mesazhi. Gabimi ishte se ai kishte menduar se e kaluara nuk ka pasoja nëse nuk flitet për të. Pas 2 javësh, Marku i propozoi Lirës të shkonin në terapi çiftesh. Ajo hezitoi, jo sepse nuk besonte te terapia, por sepse nuk ishte më e sigurt nëse donte ta shpëtonte martesën apo thjesht po përpiqej të shmangte fundin. Megjithatë pranoi. Seanca e parë ishte e vështirë. Psikologjia i dëgjoi me qetësi, pa gjykim. Kur i pyeti pse kishin ardhur, Lira u përgjigj. Sepse nuk di më kush jam brenda kësaj martese. Kjo fjali e tronditi Markun më shumë se çdo akuzë. Gjatë seancave dolën në pa gjëra që nuk kishin lidhje drejt për drejt me mesazhin. Mungesa e vëmendjes, frika nga konfliktet, rolet që kishin marrë pa e kuptuar. Lira kishte qenë gjithmonë ajo që falte. Marku ai që shmangte. Një mbrëmje, pas një seance të gjatë, ata u ulën për kafe. Ishte hera e parë që flisnin qetë pas javësh. A ke menduar ndonjëherë të largohesh vërtet? E pyeti Marku. Lira e shikoi drejte në sy. Po. Dhe kjo më frikson më shumë se çdo mesazh. Ai e kuptoi se rreziku ishte real. Jo sepse ajo donte dik tjetër, por sepse po fillonte të donte veten ndryshe. Distanca kishte bërë atë që afërsia nuk e kishte lejuar. Kishte zbuluar të vërtetat e pathëna. Tani, për herë të parë, ata nuk po luftonin kundër njëri tjetrit, por kundër frikës se mos gjithçka kishte marrë fund. Por jo çdo histori e mbijeton këtë fazë. E vërteta që nuk fshihet më. Takimi i fundit në terapi ishte ndryshe. Nuk kishte më tension të fshehur, as përpjekje për të dukur në rregull. Lira dhe Marku hynë në dhomë si 2 njerëz që e dinin se po afronte një vendim i madh. Një vendim që nuk mund të shtyhej më. Psikologjia i pyeti drejt për drejt. Nëse sot do të duhej të zgjidhnit, çfarë do të donit më shumë? Të qëndronit bashkë apo të ishit të sinqert me veten? Kjo pyetje i la pa fjalë. Lira ishte e para që foli. Zëri i saj ishte i qetë, por i mbushur me emocion.
Për vite me radhë kam zgjedhur të qëndroj. Kam falur, kam heshtur, kam justifikuar. Jo sepse nuk më dhemte, por sepse kisha frikë të humbisja gjithçka. Tani kam frikë të humbas veten. Marku uli kokën. Ai e dinte se kjo fjali ishte vërteta që kishte shmangur gjithë jetën. Unë kam menduar se duke mos folur, po mbroja martesën, tha i më në fund. Por në fakt, po e boshatisja. Nuk kam qenë tradhtar në mënyrën klasike, por kam qenë i pandershëm emocionalisht. Lotët i mbushën syt. Jo nga frika e ndarjes, por nga pendesa që kishte ardhur shumë vonë. Pas seancës, ata vendosën të bënin një shëtitje. Pa plane, pa destinacion. Thjesht të ecnin dhe të flisnin, si dikur. A mendon se ende mund ta rindërtojmë? E pyeti Marku. Lira ndaloi. E mendoi gjatë. Pastaj tha diçka që ai nuk e kishte pritur. Nuk e di nëse dua ta rindërtoj martesën që kishim, por ndoshta mund të ndërtojmë diçka tjetër, ose të pranojmë se cikli ynë ka mbaruar. Ajo nuk po fliste me zemërim, po fliste me qartësi. Ditët që pasuan ishin të qeta, pa drama, pa akuza. Ata kaluan kohë së bashku, por edhe veçmas. Dhe në atë qetësi, e vërteta u bë e pamohueshme. Dashuria kishte ekzistuar, por ishte konsumuar nga vite mos komunikimi. Një mbrëmje, ulur përballë njëri tjetrit në kuzhinë. Lira e tha fjalin që mbylli gjithçka. Marku, unë të dua, por nuk jam më e dashuruar në mënyrën që një martesë ka nevojë. Ai mbylli syt, mori frymë thellë, dhe për herë të parë nuk u mbrojt, nuk u ndërshtoi. E kuptoj, tha thjesht. Ata vendosën të ndaheshin me respekt, pa luftë ligjore, pa armiqësi. Fëmijët u informuan me qetësi, me dhimbje, por edhe me ndershmëri. Nuk ishte një fund dramatik, por një fund i pjekur. Muaj më vonë, Lira ishte zhvendosur në një apartament të vogël, por plot dritë. Ajo kishte rifilluar gjëra që i kishte harruar. Libra, udhëtime të shkurtra, kohë për veten. Një mbrëmje, ndërsa po pastronte telefonin, gjeti sërish mesazhin që kishte nisur gjithçka. E lexoi, dhe buzëqeshi lehtë. Jo sepse nuk i dhemte më, por sepse tani e kuptonte. Mesazhi nuk e kishte shkatëruar martesën. Mesazhi kishte zbuluar një martesë që prej kohësh po mbahej në këmbë nga zakoni, jo nga e vërteta. Edhe Marku kishte ndryshuar. Ai kishte mësuar të fliste, të mos fshihej pas heshtjes. Kishte kuptuar se dashuria nuk mbijeton pa guximin për të qenë i sinqert. Historia e tyre përfundoi pa fitues e humbës. Vetëm me dy njerëz që mësuan ndoshta vonë, por sinqerisht se ndonjëherë fundi një martese nuk është dështim, por fillimi një jete më të vërtetë.